Për ballu. Po unë prapë si prapë fort jam, e gjithmonë jam ngrit vetë, e vetë i kam përballuar, vetë kam përçar, vetë i kam bërë gabimet, e vetë do i rregulluar. Po për juve që rrini, keni hapë vetëm akante falso, keni filluar t'i shkruani dhe njerëzve që më japin support. Nuk keni pse të bëni kaq xheloza, kaq inaxhi. Paktën bëni me akauntin tuaj. Bëni me ftyrën tuaj, me llogarinë tuaj. Edhe hajdeni më kontaktoni, i përgjigjem si duan. Se nuk kam bërë ndonjë gjë gabim. Më në fund ekziston shoqëria ru. Po vlla, ekziston shoqëri e vërtet. Pse mos të ketë shoqëri e vërtet? Po momentin që shoku do të përdori ty të bësh këtë gjuajtje, se ka frikë ta bëj vet, e bën sikur është i fort, nuk është shokë. O momentin që shoku provon të ofroj ty lek, e të thot ty hajde vlla se është një mundësi këtu, nuk është shokë. Ai është njëri që është nis nga shejtani e vjen afër teje të studioj, sidomos në moshën e fëmisë. Është shumë e lehtë qasesh afër në një fëmije, e t'ja blesh mendjen, t'ja blesh trurin, edhe të provosh ta manipulosh, ta drejtosh ku e do ti, se ke ti frikë. Unë vetë kam qenë. Kam pa çështje, jam zen, jam çaskën ka ndodhur gjatë kësaj rruge. I kam kaluar me vërtet tërë ato burgje. Kam qenë vetëm Zotin kam pa. Edhe nuk është shok i vërtet ai që qaset të thot bë këtë o dua ndim për këtë. Po nëse man. Edhe po patet në një gjë, sidomos juve me akante falso. Si ke emër? A ke emër? Por e kam. Qa halli ke, si të ndihmoj? Shoh shpesh tu e vlla në TikTok. Po pse po më shkruan oho fillove ti kur unë po flas me njerëz në audiencën. Po se hap TikTokun unë vlla për herë ti më del tu vlla me këto mohabet. Mos më shiko, qa halli ke që më shpreh këtë negativitet. Si e ke emrin, nga je? Tu më vlla. Si e ke emrin, nga je, a ke emrin? Vlla kam emrin Bernard. Bernard nga Tirana jam. A ke ftyrë, a mund dalësh me ftyrë? Nga Tirana. Jo, se jam shtëpi pune. Je në shtëpi pune apo ke frikë? Jam në shtëpi pune vlla. Kam ndonjë gjë borxhu ty, atë kam shkel në një hak. Vlla, s'ke shkel ti more. Unë të shoh këtu që më shkruan budalliqe, qa halli ke? Po më shë ke? Qa moshe ke? 23 vjetë, Je 23 vjeç, po qa ke këtu që vjen e më shkruan njëtën gjë, atë kam bërë në një gjë e tyra. Ore nuk dëgjohesh, si Bernard. Por derisa e ke hapur TikTokun unë do shkruaj vlla. Do shkruash, po Të ndaluar të shkruaj. A më nje mua. Mos po të shaj, s'po të ofendoj. Po qa ke që shkruan oho fillove ti, qa halli Të ti? ofendova gjën ti. Okej, a mundesh të vijesh të takosh pak në firë mua, të tregoj një oho fillova? A je burë të ma fosh Vlla, të ftyrë? unë takoj kur dush tje. Hajde Nuk jam Shqipëria, se të takoj kur të dua. No problem, Ha? përgjigje mu ku duash ty, vetëm ma thuaj oho në ftyrë. Me që të kam bërë në një gjë ty. Ignorant njëri. O vlla, unë kam
Kala majnë. E shikojeni pak të gjej, ju lutem. Intriga 44. Intriga 44. Shikojeni pak. Shikojeni në qik Intriga 44. Shikojeni pak foton e maces të Intrigës 44. Shkelni pak foton. Për juve që mendoni diçka të djallëzuar, e keni mendjen të djallëzuar. Po shkelja një pak foton e macet, shko qa macet lezetshme ka. Intriga 44, a është macja jotë me vërte, a është maqogu... Mohamed nuk i njoh, nuk e di qa ka. Me duke se janë mërzitur e duan të vinë të shprehen këtu. Po të deshe ju drejtoj unë të ndonjë faqe që mund të shprehni komentet negative që jeni mërzit. Man. Don't act like a kid, exactly. And I hope you're not saying that to me, because I'm blocking you, man. Nuk kam luajt as një filme, as njëri, jeta ime është e vërtet e reale, po. Po mirë pashëm ti. Ti që si dhe papi, vajti e kapi e këteu. Përshëndetje. Përshëndetje Guçi. Ma ke njish për... Oj, papi t'ingrija gishtave, të ja bëj edhe një. Prit një moment, hajde. Okej. Si e? Përshëndetje, si e? Mirë, faleminderit ti, ja? Mirë, faleminderit që më pranove ftesën, vllai. Unë i pranoj të njerëzit, se kam problem flas me njerëz, se funditës në anën të Faleminderit, vllai. A mund të hapi një sekond me ftyrë dhe dal pastaj? Po, pse jo? Po, si, prit një moment. Prit, vetëm pak. Faleminderit shumë. Po qenë ke i vogël di, qa mosh e ke? Do, unë jam 14 vjeç. 14 vjeç, pas lejo është live në këtë moshtë. Po, shumë jam... shumë të kam idol ti. Mos më bë mua idol, bë idol Zotin, po të pëlqeu diçka e mirë. Po të pëlqeu diçka e mirë tek unë, merre me vete, po s'pëlqyen vetëm di Zotin. Për hajër Bajrami, Guçi. A, për hajër, faleminderit. Hajde, ikam. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Hajde.